إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة Vazit mirë. Sonte me lejen e Allahut subhanahu wa taala do të vazhdojmë librin e pastërtisë, do thotë tahara, nga Muwattaja e Imam Malikut rahimahullah. Dhe kemi arritur te tejemumi. Tejemum e ka bazën në arabisht si synim, si qëllim, njet, të marrësh anën, të shkosh dika. E qëllimi këtu është në tejemum është që të përdoret dheu, apo të përdoret ajo që është në sipërfaqe të tokës, si pastërti në vend të ujit, duke e goditur tokën me dy shuplakat, pastaj duke bërë fytyrës, duke e bërë durve, së pari kështu, edhe pastaj fytyrës, duke përshkruar fytyrën, dhe në këtë mënyrë mirët tejemumi. اقرأ الحديث الأول يا شيخ مصري. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. باب التيمم. عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ قامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة: فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم. قال أسيد بن الخضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. Ky hadith është hadith I bazë për tejemumin dhe tregon se si ka ndodhur së pari tejemumi dhe si ka ardhur urdhri për ta. Aisha radhiyallahu anha tregon se ka qenë me të dërguarin Allahut sallallahu alaihi wa alihi wasallam, do të kemi dalur me të dërguarin Allahut sallallahu alaihi wasallam në një prej udhëtimeve të tij, si duket që ka qenë betejë Dhatul Riqa, që ka qenë pas shkrimit të Khajberit. Edhe tregon Aisha radhiyallahu anha dhe derisa erdhëm në Bejda apo Dhatul Jaysh, thotë kemi qenë në një distancë për te Medinës, në vendin Bejda apo Dhatul Jaysh. Thotë atëherë thotë mu shkëput thotë një çafore. E ka pas një çafore të saj të arit si duket. Dhe thotë u kput ajo, Dhe atëherë thotë Resulullah sallallahu alaihi wasallam thotë filloi ta kërkonte atë.
unë dalë filloj ta kërkonte. Dhe njerëzit fillonin ta kërkonin bashkë me të. Ushtria, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka angazhu ushtrinë që ta kërkoj ta lypin qaforën e Aishës radhiyallahu ta'ala anha. Dhe nuk kishin ujë dhe nuk kishin në një vend ku ka ujë dhe nuk kishin me vete ujë. As nuk kishin në një vend që ka ndonjë pust ujit. E as nuk kishin me vete ujë. Dhe atëherë thot njerëzit erdhën te Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu dhe i thanë, a nuk po sheh se çfarë bëri Aisha? E ka nxitur të dërguarin Allah sallallahu alaihi wasallam, ka angazhuar të dërguarin Allah sallallahu alaihi wasallam dhe njerëzit, dhe nuk jemi në vend ku ka ujë dhe ata nuk kanë ujë. Atëherë Aisha thotë më erdhi Ebu Bekri, thot babai i saj, radhiyallahu ta'ala anhuma. Edhe në atë moment thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte vendos kokën e tij në kofshën time. Kishte qit kokën në këmbën, në kofshën e Aishës radhiyallahu anha dhe kishte fjetur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke pas kokën në kofshën e Aishës radhiyallahu ta'ala anha. Edhe më tha, e ke pengu, e ke ndalu, e ke ndal të dërguarin Allah sallallahu alaihi wasallam dhe i ke ndalu njerëzit. Dhe ata nuk kanë ujë, nuk janë në një vend ku ka ujë. Nuk kanë një vend ku janë ujë dhe nuk kanë me vete ujë. Edhe thot Aisha radhiyallahu anha, më çortoi Ebu Bekri dhe tha atë çfarë donte Allah të më thoshte. Dhe pastaj filloi me dorën e tij të më godiste në bel. Filloi të më godiste në bel, në mes, në bel. Dhe nuk më pengoj të lëvizi, përveç se pozita e kokës së të dërguarit Allah sallallahu alaihi wasallam në kofshën time. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fjeti deri në sabah. Dhe u zgjua dhe nuk kishte ujë. E atëherë thot Allah subhanahu wa taala e zbriti ajetin e tejemmumit. Allah subhanahu wa taala ajetin e tejemmumit. Edhe atëherë ka thënë Usaid ibn Hudhair ka thënë, kjo nuk është bereqeti i parë i juaj o familja e Ebu Bekrit. Edhe atëherë e ngritëm, e quam do deven, në të cilën isha qenë dhe gjetëm qaforën poshtë deves. Deveja ishte ulur në qaforën e Aishës radhiyallahu ta'ala anha dhe kjo ka qenë shkaku i zbritjes së ajetit të tejemmumit. Zbritjes së ajetit të tejemmumit që është lehtësim për besimtarët, që nëse kanë situatë kur nuk ka ujë dhe nuk mund të përdorin ujin, nëse janë në situatë të tillë, atëherë Allah subhanahu wa taala si lehtësim për umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka bërë tejemmumin që është prej mirësive të Allah subhanahu wa taala dhe ka bërë shkak për zbritjen e atij ajeti një ngjarje që ka ndodhur me Aishën radhiyallahu ta'ala anha, nënën e besimtarëve. Shikoni pa ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si sa i butë dhe i mirë ka qenë me familjen e tij. Për një çafore të Aishës radhiyallahu ta'ala anha, e gruas së tij, e ka angazhuar edhe ushtrinë që ta kërkojnë atë. E ka angazhuar edhe ushtrinë me që ka qenë me të, që ta kërkojnë atë. Ndërsa aty po ashtu shikohet veprimi i Ebu Bekrit radhiyallahu anhu me bijen e tij. Me bijen e tij është munduar ta edukoj atë edhe pasi që ajo është martuar. Dhe babai e edukon vajzën e tij edhe e çorton dhe këshillon atë edhe masi të shkon te burri, pasi që të shkon ajo te burri dhe e këshillon. Edhe në këtë rast bile edhe ka goditur Ebu Bekri radhiyallahu anhu në belin e saj, në mesin e saj, e ka godit anash, belin këtu anash në këtë pjesë, e ka godit Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu bijen e tij duke e çortuar pse e ke bërë këtë punë, ajo nuk ka pas faj
radiallahu ta'ala anha, mirë po Abu Bakr radiallahu anhu, Abu Bakr radiallahu anhu i është dhimbësur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam pse të mundohet dhe i janë dhimbësur muslimanët dhe po ashtu situata atyre që kanë qenë pa ujë. Mirë po Allah subhanahu wa taala pastaj ka sjell e ka zbritur lehtësimin prej tij subhanahu wa taala. Akmil barakallahu fik. أحسن الله إليكم. قال يحيى: سئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرت ثم حضرت صلاة أخرى أيتيمم لها أم يكفيه تيممه ذلك؟ فقال: بل يتيمم لكل صلاة لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة فمن ابتغى الماء فلم يجده فإنه يتيمم. Tani hadithi që kaloi është hadith do thotë që është me varg deri te i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pastaj Maliki Imam Maliku rahimullah tani bartën fetvat e tij që kanë të bëjnë me tejemumin. Imam Maliku është pyet do thënë në këtë rast për një njeri që ka marrë tejemum për një namaz. Ka marrë tejemum për një namaz. Që dhe namaz që ka ardhur. Pastaj thot ka ardhur një namaz tjetër, thot është falë për shembull drekën me tejemum. Pastaj ka ardhur ikindia, thot edhe ka pyetur a duhet të ketë tejemum tjetër apo i mjafton tejemumi i parë, apo i mjafton tejemumi i parë. Imam Maliku rahimahullah ka thënë jo, duhet të marr tejemum për çdo namaz. Nga se ai duhet të kërkoj ujë për çdo namaz. Dhe ai që kërkon ujë dhe nuk e gjen, atëherë merr tejemum. Atëherë merr tejemum. Çështja e tejemumit vllazni kur përdoret tejemumi është kur njeriu nuk ka ujë. Nuk ka ujë. Dhe edhe nëse shkon e kërkon larg nuk mund ta gjej. Nuk mund ta gjej. Për shembull, të shikojmë një situatë. Një njeri për shembull është në banesën e tij. Është në banesën e tij. Në banesën e tij ndalet ujë. Dhe nuk ka ujë të rezervuar. Tani çfarë bëhet? A të përdor me tejemum ky person? Duhet të shikon. Nëse ka mundësi të dalë jashtë, të ecë dhe të gjej ujë ose të blej ujë, nëse ka mundësi të blej ujë, apo të shkojë në një çeshme dhe të mbush ujë, atëherë s'bën të përdor tejemum. Nuk bën të përdor tejemum. Mirë, po nëse s'ka mundësi, shkon tepër larg, i kalon vakti namazit, atëherë merr tejemum. Ja, atëherë merr tejemum nëse s'ka mundësi të arrijë deri te uji. Sa i përket veprimit se sa namaz e falë me tejemum, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ardhur në një hadith të vërtetë që ka thënë: "As-sa'idu wudu'ul muslimi wa illam yajid al-ma'a 10 sinin." Toka, sipërfaqja e tokës është abdes për besimtarin, thot edhe nëse nuk gjen ujë 10 vjet. Edhe nëse nuk gjen ujë për 10 vjet. Tejemumi mjafton abdesi dhe edhe pse Imam Maliku rahimahullah ka pas këtë mendim që duhet për çdo namaz të marrë tejemum, nëse nuk e ke prish tejemumin siç prishet abdesi, s'ke nevojë të marrësh tejemum tjetër. Akmil barakallahu fik. أحسن الله إليكم. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل تيمم يؤم أصحابه وهم على وضوء قال يؤمهم غيره أحب إلي ولو أمهم هو لم أرى بذلك بأسا. Është pyetur tani Imam Maliku thot një njeri thot është me tejemum, ndërsa a i lejohet atij të bëhet imam i atyre që kanë abdes. Të tjerat kanë abdes, ky ka tejemum. A bëhet që ky të bëhet imam i tyre? E Imam Maliku ka thënë le t'ju dal imam dikush tjetër është më e dashur për mua. Më e dashur për mua është t'ju dal imam dikush tjetër. Mirë po thot nëse ai ju dal imam nuk ka gjë të keqe. Ekmil. أحسن الله إليكم. قال مالك قال يحيى: قال مالك في رجل تيمم حين لم يجد ماء فقام فكبر ودخل في الصلاة فطلع عليه إنسان معه ماء قال: لا يقطع صلاته بل يتمها بالتيمم وليتوضأ لما يستقبل من الصلوات. Tani Imam Maliku është pyetur për një njeri që ka marrë tejemum dhe nuk ka gjetur ujë, ka marrë tejemum. Është ngritë dhe ka bërë tekbir, Allahu Akbar, është fut në namaz. Dhe është ka hyrë në namaz. Atëherë thot ka ardhur një njeri që ka ujë me vete. E çfarë duhet? Imam Maliku ka thënë nuk e ndërpren namazin, nuk e ndërpren
namazin, mirë po e plotëson me tejemum. E pastaj thot për namazet tjera le të marr abdes. Për namazet tjera le të marr abdes. S'ka nevojë të përsërit namazin apo s'ka nevojë po ashtu ta ndërpres namazin, nga se është fut në namaz me tejemumin e tij. Është fut në namaz me tejemumin e tij, s'ka nevojë të prish namazin pse ka ardhur uji. Mirë po nëse uji ka ardhur para namazit, atëherë duhet të marr abdes, nga se është si lloj konsenzusi të ulemave që thonë idha hadara al-ma batalet tayammum, kur të vi uji, kur të gjendet uji, bëhet batil, bëhet i pavlefshëm tayammumi. Akmil barakallahu fik. أحسن الله إليكم. قال مالك من قام إلى الصلاة فلم يجد ماء فعمل بما أمره الله به من التيمم فقد أطاع الله، وليس الذي وجد الماء بأطهر منه ولا أتم صلاة، لأنهما أمرا جميعا، فكل عمل بما أمره الله به، وإنما العمل بما أمر الله به من الوضوء لمن وجد الماء، والتيمم لمن لم يجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة. Tash Imam Maliku do të pyetet, ka thënë Imam Maliku, kush ngritet në namaz? Kush ngritet në namaz dhe nuk ka gjetë ujë. Thot ai person dhe ka vepruar pastaj me urdhrin e Allahut subhanahu wa taala që të bëj tayammum. S'ka gjetë ujë, pastaj i është bindur Allahu subhanahu wa taala dhe ka vepruar urdhrin e Allahut subhanahu wa taala të marrë tayammum. Tayammum thot ai person i është bindur Allahut subhanahu wa taala. Dhe ai personi tjetër që ka gjetur ujë nuk është më i pastër se ai dhe nuk e ka namazin më të plotë se ai. Nga se këta të dytë janë urdhëruar nga Allahu subhanahu wa taala dhe secili prej tyre ka vepruar me atë që ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala. Dhe obligimi i atij që ka ujë është të marrë abdes. Dhe obligimi për tayammum është për ata që nuk ka abdes kur të hyjë namazit. Të marrë tayammum nëse nuk ka ujë kur të hyjë namazit, ai person çfarë bën? Ai merr tayammum. Akmil barakallahu fik. أحسن الله إليكم. قال مالك في الرجل الجنوب إنه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن ويتنفل ما لم يجد ماء، وإنما ذلك في المكان الذي يجوز له أن يصلي فيه بالتيمم. Imam Maliku pra ka folë thot për një njeri që është gjunub, ka gjunub thot ai person bën tayammum dhe e lexon pjesën e tij të Kuranit që e ka zakon ta lexoj dhe bën nafile, fal pas të namazit nafile përderisa nuk gjen ujë. Dhe ky namaz është në vendin të cilit i lejohet atij të fal namaz me tayammum. Thot nëse je larg ujit, nuk mund të gjesh ujë asesi, nuk ke ujë apo uji mjafton vetëm për të pirë, nuk ka edhe për të marrë abdes. Atëherë në këtë rast vepron kështu. Mirë po, kryesore është që mos të bëhet lehtësime në fetë Allah subhanahu wa taala aty ku nuk ka nevojë për lehtësim. Po të përdoret lehtësimi aty ku bën të përdoret lehtësimi. Se siç e thash më herët, nëse ke mundësi të gjesh ujë dhe nuk të ik namazi derisa ta gjesh ujin, duhet të gjesh ujë së pari, pastaj të marrësh tayammum. Akmil barakallahu fik. أحسن الله إليكم. باب العمل في التيمم. عن مالك عن نافع أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر من الجرف، حتى إذا كان بالبربد نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا فمسح بوجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى. Tani thot el-amal, si është veprimi në tayammum, dhe si bëhet tayammumi. Për tayammumin ka një hadith në dy sahih në Buhari dhe Muslim që është goditje, të goditësh në tokë. Dhe pastaj çfarë bën? Çfarë bën i përshon kështu duart dhe fytyrën. Mirë po për duart a vlen deri te bryli apo jo? Ka prej atyre që thonë mjafton vetëm duart, kështu ka prej atyre që thonë deri te bryli. Tan po tregon veprimet
e sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Është thot tregon se Abdullah ibn Umeri radhiyallahu ta'ala anhum thot se kur ka ardhur nga Xhufi nga larg Medinja, thot ka zbritë, ka marrë tejemmum, ka marrë tejemmum dhe thot do thotë fytyrën e ka bë, duart i ka bë deri në bryla, pastaj është fal. Naam. أحسن الله إليكم. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتيمم إلى المرفقين. Po, pra po transmeton thot nga Abdullah ibn Umeri se ai ka marrë tejemmum deri në bryl, do thotë deri në bryl e ka përdor, do të thotë deri në bryl e ka bë tejemmum, thotë tejemmun e ka bërë në të pjesën ku mirët abdesi në duar. Akmil. أحسن الله إليكم. وسئل مالك كيف التيمم وأين يبلغ به؟ فقال يضرب ضربة للوجه وضربة ليديه ويمسحهما إلى المرفقين. Tani Imam Maliku është pyet se si të bëhet tejemmumi, ka thënë dhe ku në cilat vende do thotë, ka thënë e godet thot një goditje tokës, jam shon tokës për fytyrën, goditje tjetër për duar, dhe i thot duar deri në bryl, deri në bryla i bën tejemmumit. Ky është mendimi i Imam Malikut, mendimi i Abdullah ibn Umerit, edhe në hadith siç e përmenda në Sahihain ka ardhur që janë përmend duar, mirë po saktësisht ku ka kundërshtime. Kështu që nëse e bën vetëm në shuplakat e dorës mjafton. Mirë po, ka dhe mendime të bëhet tejemmumi deri në krejt bryl, edhe të përfshihet edhe bryli. Ekmir barakallahu fik. أحسن الله إليكم. باب تيمم الجنوب. عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة أن رجلا سأل سعيد بن المسيب عن الرجل الجنوب يتيمم ثم يدرك الماء، فقال سعيد إذا أدرك الماء فعليه الغسل لما يستقبل. نعم. Edhe siç e thashë më herët, Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tejemmumin thotë ka bërë vetëm në duar, në shuplak të duarve, dhe në fytyrë. Kështu që nëse bëhet në këtë mënyrë është më e mira, ashtu siç e ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe siç është vërtetuar nga Ammar ibn Yasir në hadithe të tjera që janë në Buhari dhe në Muslim. Akmil marratan ukhra. أحسن الله إليكم. قال يحيى قال مالك في من احتلم وهو في سفر ولا يقدر على الماء إلا على قدر الوضوء وهو لا يعطش حتى يأتي الماء، قال يغسل بذلك الماء فرجه وما أصابه من ذلك الأذى ثم يتيمم صعيدا طيبا كما أمره الله عز وجل. Tani po flet për tejemmumin e gjunupit. Njeriu që është me gjunuplak, me thotë çfarë të bëj tejemmum, a të përdor tejemmumin apo jo. Është pyetur thotë një njeri e ka pyet Said ibn al-Musayyib, që ka qenë nga tabiinët e mëdhej, pe ulemave të tabiinëve. Është pyetur një njeri që është gjunup dhe ka marrë tejemmum. Pastaj thotë ka arritur te uji, thotë ka gjetur uji, thotë atëherë thotë çfarë ka thënë ky, thotë i ka thënë ai duhet të përdor tejemmumin për raste të tjera, për namazet të tjera. Do të atë namaz nëse ka fal me tejemmum, i mjafton ai namaz apo për herat tjera. Tjetri rast është Maliku është pyetur Maliku rahimahullah, ka thënë do të thonë për një njeri që flen në gjumë gjatë udhëtimit dhe sheh ëndër dhe ejakulon gjatë ëndrës. Dhe nuk ka mundësi, s'ka ujë përveç ujit që i mjafton për abdest. Nuk ka ujë që të lahet të pastrohet krejt, por ka ujë vetëm sa për abdest. Dhe s'ka nevojë të ujë të pi derisa të arrijë te vendi ku ka ujë tjetër. Atëherë çfarë ka thënë Imam Maliku rahimullah, ka thënë e merr ata ujë që ka me vetë, e pastron pjesën e turpshme të tij, dhe rrobën ku është
prekur me lëngun që i ka dalë. Pastaj merr tejemmum, ashtu siç e ka urdhëruar Allahu subhanahu wa ta'ala, merr tejemmum ashtu siç e ka urdhëruar Allahu subhanahu wa ta'ala. Akmil barakallahu fik. أحسن الله إليكم. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل جنب أراد أن يتيمم فلم يجد ترابا إلا تراب سبخة، هل يتيمم بالسباخ؟ وهل تكره الصلاة في السباخ؟ قال مالك: لا بأس بالصلاة في السباخ والتيمم منها، لأن الله تبارك وتعالى قال: فتيمموا صعيدا طيبا، فكل ما كان صعيدا فهو يتيمم به سباخا كان أو غيره. Jahja tregon thotë që Imam Maliku është pyetur, thotë një njeri që është xhunup dhe don të bëjë tejemmum, thotë ai lejohet dhe nuk gjen dhej, do të thotë nuk ka dhej ku të prek, ku të godas tokën. Përveç se thotë dhej që është i përzir me, i thënë sebaha në arabisht, është pjesë e shkretëtirës që është me tokë e njelmt, ku flan uji, pastaj bëhet e njelmt ai vend dhe është dallon prej pjesëve të tjera të shkretëtirës, është tokë dhej i njelmt. A bën të marrësh abdes me këtë tejemmum me këtë lloj të dhejut? Dhe a urrehet ky veprim? Ka thënë Imam Maliku, ka thënë s'ka gjë të keqe të bësh tejemmum me këtë dhej, nga se Allahu subhanahu wa taala thotë fatayammamu sa'idan tayyiban. Thotë merrni tejemmum që Allahu tejemmum me atë që është në sipërfaqe të tokës të pastër, me çdo gjë që është në sipërfaqe të tokës e pastër në sipërfaqe të tokës. Dhe çdo gjë që është sa'id, që është në sipërfaqe, bëhet tejemmum me të, thotë qoftë ai tokë kështu e njelmt apo tjetër. Thotë çdo gjë që është në sipërfaqe të tokës, bëhet tejemmum me të. Për shembull, tani kemi rastet kur je në një ndërtesë, apo je në një vend ku është i asfaltuar, apo është me beton, dhe nuk mund të shkosh në një vend ku ka dhej. Çfarë të bësh? Çfarë duhet të bësh? Të mundosh, nëse ke mundësi të shkosh në një vend ku ka dhej, e godit dhejën. Mirë, po s'ka mundësi tjetër, atëherë e godet asfaltin. E godet me durët e tua, e godet asfaltin, apo e godet betonin, apo e godet në brenda ndërtesës nëse je pllakat, apo çdo gjë që është mbi tokë, dhe pastaj bën tejemmum. Për shembull, një njeri është në shtrat dhe është i palevizshëm dhe nuk mund ta përdor ujin, nuk mund të shkojë të marr abdes, nuk mund të lëviz. Ai person çfarë bën? Nëse ka mundësi dikush të sjellë një vazë me dhej të marrë tejemmum, të bën mirë, po se ka asë që bën atë, atëherë në vendin ku është, e prek përmi çdo gjë që është përmi tokë, e prek dhe me të bën tejemmum, me lejet Allah subhanahu wa taala i mjafton këtë gjë. Ekmil barakallahu fik. أحسن الله إليكم. باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض. عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها. نعم. Tani filloj një temë tjetër që ka të bëjë pashtu me pastërtinë, por pastërtinë nga hajdhi, nga hajd në arabisht i thonë menstruacioneve, mujoreve të grave. Tani po thotë se çka i lejohet burrit të veprojë me gruan e tij kur ajo është me mujoret e saj, kur ajo është me hajdhin e saj. Tërgoj se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është pyetur, një njeri e ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe ka thënë, çka më lejohet mua nga gruaja ime kur ajo është me hajd? Kur ajo është me hajd, do thotë me mujore menstruacione. Atëherë i dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam ka thënë, le të shtrëngoj ajo izarin e saj. Izari thotë atë në izari pjesa e poshtme e rrobës. Ta shtrëngoj pjesën e poshtme të rrobës. Pastaj thumma sha'nuka
bi'alaha, asaj të bën çfarë të duash ti me pjesën e sipërme të saj, e ke të ndaluar të prekësh apo bësh marrëdhënie seksuale, mirë po bën ta prekësh pjesën tjetër të trupit të saj, nuk ka gjë të keqe. Ekmil barakallahu fik. أحسن الله إليكم. عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد، وأنها وثبت وثبة شديدة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك لعلك نفست، يعني الحيضة؟ قالت: نعم. قال: شدي على نفسك إزارك ثم عودي إلى مضطجعك. Këtë transmetim tjetër është nga Aisha radhiyallahu ta'ala anha, gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot ajo ka qenë shtrirë me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam me një rrobë, e mbuluar thot me një mbulesë. Të dytë kanë qenë bashkë me një mbulesë bashkë me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam në shtrat. Thot dhe pastaj thot ka kërcyer, siç ka qenë thot është ngritur shpejt dhe sikurse të kërcej. Atëherë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thënë, çfarë ke? Thot mos ka ardhur në fasin thot që është qëllim për të, mos kanë ardhur hajdi, mos ka thot menstruacione. Ka thënë po, Aisha ka thënë po. Ka thënë atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë shuddi alejki ala nafsiki izaraki. Thot shtrëngoje pjesën e poshtme të rrobës tënde. Pastaj kthehu në shtratin tënd. Pastaj kthehu në shtratin tënd. Thot s'ka gjë të keqe thot që qëllimi thot që të shtrëngoj me rrobë, të vendos diçka në pjesën e poshtme të saj që e tu bën gjakun, që del. Dhe s'ka gjë të keqe pastaj të shtrihet dhe të rri me burrin e saj në shtrat. Nuk ka gjë të keqe të shtrihet dhe të qëndrojë me burrin e saj në shtrat. Kjo është prej mirësisë së Allahut subhanahu wa taala për gratë e besimtarëve, nga se arabët në gjatë kohës së xahiliyetit, çfarë kanë bërë me gratë kur kanë pas hajdin? E kanë lënë në një vend të veçuar nga shtëpia, larg nga shtëpia. Dhe ka qenë sikurse një vend si një ahur i kafshëve. Aty i kanë lënë gratë kur kanë pas hajdin e saj. Ushim aty afër dhe as nuk kanë afruar atyre, as kanë folur me ta, as kanë bërë asgjë me ty. I kanë lënë ashtu sikurse kafsh, gjatë kohës kur kanë pas ato hajdin e tyre. Dhe kanë qenë shumë të thot as nuk kanë pastruar gjatë asaj kohe dhe ka era keqe, derisa thot kanë qenë thuajse sikurse kafsha që i vjen era nga baglat që janë me to. Kështu ka qenë në kohën e xahiliyetit. Bile në ditës e sotshme ka disa fise në disa vende në Azi, bile kanë pa edhe dokumentar me këtë, që gratë kur i kanë deri në ditën e sotshme ashtu veprojnë, kur gratë kanë menstruacione, kanë një vend të veçantë jashtë shtëpisë, një kasolle, aty e lën gruan të qëndrojë derisa të pastrohet dhe nuk merr pjesë në asgjë që bën familja. Po ashtu jahuditët kanë pas një që as kanë fol me ta, as kanë hangër ushqim me ta, as kanë nejt me ta, derisa të pastrohet. Ndërsa te muslimani han bok me të, rrin me të, flan me të, vetëm nuk bën të bëj marrëdhënie seksuale me të. Bile bën të prek atë dhe të luan lojra që bëhen para marrëdhënieve, mirë po mos të ketë kryesorja marrëdhënie. Kjo është prej mirësisë së Allahut subhanahu wa taala për gratë e besimtarëve. Akmil barakallahu fik. أحسن الله إليكم. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقال لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu ka pyet Aishën radhiyallahu anha, ka dërguar dikë të pyes Aishën, nënën e besimtar radhiyallahu anha, ka thënë, ai lejohet njeriu që ai lejohet burrit të thotë që ta prek
ta prek të lëkura me lëkur, ta prek dhe t'i afrohet gruas së tij kur ajo është me hajdh, do thotë me menstruacione. Atëherë Aisha radhiyallahu anha ka thënë, le të shtrëngon ajo izarin e saj poshtë, do të vendos diçka që ndërprer gjakun, thotë, pastaj thotë le ta prek atë nëse don. Le ta prek atë nëse don në pjesën tjetër të trupit të saj. Ekmil barakallahu fik. أحسن الله إليكم. عن مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلا عن الحائض هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل فقال لا حتى تغتسل. Tash Maliku për transmeton një transmetim nga se Salim ibn Abdullah dhe Sulejman ibn Yasar, të dytë kanë qenë prej tabeinëve, janë pyetur se a i lejohet burrit që të bëj marrëdhënie me gruan e cila është pastruar nga hajdhi, i ka kaluar hajdhi, që ndërprer gjaku, është pastruar, thotë, mirë po para se të lahet ajo, a bën burri të bëj marrëdhënie me gruan e tij, pasi që asaj ka kaluar hajdhi, ka përfunduar hajdhi, mirë po akoma nuk është pastruar, ka thënë jo, të dytë kanë thënë jo, derisa të lahet ajo. Derisa ajo të lahet, nga se Allahu subhanahu wa taala është në ajet ka thënë fala taqrabuhunna hatta yathurn. Mos ju afroni atyre derisa ato të pastrohen. Pastrimi ka dy gjëra, para që të përfundoj hajdhi dhe dyta të lahet gruaja, të bëj ghusl të plot, pastaj mund të afrohet burri dhe të bëj marrëdhënie me gruan e tij. Ekmil barakallahu fik. أحسن الله إليكم. باب طهر الحائض. عن مالك عن علقمة ابن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة زوج أم المؤمنين أنها قالت كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة. Tani Imam Maliku rahimahullah tregon për se si bëhet pastrimi nga hajdhi, dhe çfarë shenja pastrimit nga hajdhi. Maliku tregon nga transmetim të vargun e tij deri te Aisha radhiyallahu anha se gratë thotë vinin te Aisha radhiyallahu anha, dhe vjenin me to si lloj sandukash të vogël, si lloj kutijash të vogla, në të cilat kishin pambuk. Pambukun që e kanë përdorur për të pastruar, për të mbajt veten e tyre gjatë mujoreve. Dhe në to kishte si pjesë, do thotë gjëra që kishte mbet diçka nga gjaku i hajdhit, të pjesë sikur e ngjyrt zverdh nga gjaku i hajdhit që ka qenë përfundim të hajdhit. E Aisha radhiyallahu anha ka thënë mos u nxitoni derisa ta shihni lëngun e bardhë, thotë çfarë është pastrimi nga hajdhi, nga se shenja e pastrimit nga hajdhi janë kryesorja është al-qassa al-bayda, që është thotë al-qassa al-bayda është thotë lëng i bardhë që del në fund të hajdhit, që është si shenjë që ka mbaruar hajdhi. Kjo është pjesa më e madhe e grave që ndodh. Mirë po ka grave që nuk i del kjo. Mirë po mund të kenë fatësi, do thotë fatësi për një kohë. Ndodh thotë gjysmën e ditës ka fatësi, ose tërë ditën ka fatësi, nuk i vjen më gjak, asgjë tjetër, dhe nuk i vjen fare kjo al-qassa al-bayda. Atëherë edhe kjo llogaritet si përfundim i hajdhit dhe duhet të lahet pastaj të falet namazin. Ekmil barakallahu fik. أحسن الله عليكم. عن مالك
عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته عن ابنة زيد بن ثابت أنه بلغها أن نساء كن يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول ما كان النساء يصنعن هذا. نعم. Tash Imam Maliku rahimahullah tregon një transmetim nga bija e Zeid ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anha, edhe pse është do thot nuk transmetimi është i dobët, mirë po çka thot që gratë pas kohës së sahabive thot natën kanë shiku veten në pastru, thot kanë ndez qirin apo diçka tjetër që të shikojnë se a janë pastruar apo jo, ka thënë ajo ka thënë kjo nga që ka qenë nga sahabijet, ka thënë nuk e kanë vepruar këtë punë gratë në kohë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. S'keni nevojë ta bëni dhe i çortonte për këtë veprim, thotë pritni derisa të vjen pastrimi i plot dhe s'keni nevojë të nxitoni, nuk keni nevojë të nxitoni siç tha dhe Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Akmil barakallahu fiik. أحسن الله إليكم. قال يحيى وسئل مالك عن الحائض تطهر فلا تجد ماء هل تتيمم؟ فقال نعم لتتيمم فإن مثلها مثل الجنب إذا لم يجد ماء تيمم. Imam Maliku është pyetur për një grua që ka haid, pastaj është pastruar. I ka mbaruar thotë haidi dhe i ka shenja pastrimit. Dhe nuk ka ujë. Thotë a merr tejemum? Ai ka thënë po, nga se shembulli i saj, dhe ai duhet të merr tejemum, nga se shembulli i saj sikur se shembulli i atij që është me gjunuplak, sikur atij që është gjunup, në të njëjtën mënyrë, ai që lejohet për të marr tejemum dhe për të lejohet të marr tejemum. Akmil barakallahu fik. أحسن الله إليكم. باب جامع الحيضة. عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في المرأة الحامل ترى الدم إنها تدع الصلاة. أكمل. عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المرأة الحامل ترى الدم قال تكف عن الصلاة. قال يحيى قال مالك وذلك الأمر عندنا. نعم. Po, Aisha radhiyallahu anha thot Maliku transmeton nga Aisha, transmetim që ka ndërprerje në këtë varg, se ajo ka thënë për një grua e cila është shtatzën, një grua nëse është shtatzën dhe sheh gjak, i rrjedh gjak, thot ajo ka thënë e lën namazin atë, e lën namazin gjatë asaj kohe. Po ashtu Imam Maliku e ka pyetur Ibn Shihabin që ka qenë prej Imam Zuhriu, prej imamëve të mëdhenj të tabiinëve, që për një grua që është shtatzën dhe shet gjak të menstruacioneve. Çfarë ka thënë? Ka thënë e ndërprej namazin. Thot edhe Yahya ka thënë që Maliku ka thënë ky është veprimi tani, thot në Medinë kështu ka qenë. Çka kjo? Ky është mendimi që gruaja e cila është shtatzën, a ka menstruacion apo jo? Nëse gjatë shtatzanisë, që shtatzania është 9 muaj, dhe shenjë e shtatzanisë është ndërprerja e menstruacioneve. Mirë po, nëse gjatë shtatzanisë i ndodh të ketë gjakdera të ngjashme me gjakderën e hajdit, menstruacioneve, a llogaritet që ka menstruacione? Këtë transmetim nga Aisha radhiyallahu ta'ala anha, që është hadith i ndërprerë, dhe sened i ndërprerë. Aisha transmeton thotë që ka thënë po, duhet të ndërprehet, llogaritet që është hajd. Kjo është mendim i disa prej ulemave, disa tjerë thonë jo, ai gjak nuk llogaritet asgjë. Edhe po ashtu Ibn Shihabi dhe Imam Maliku rahimahullahu, duke nga se ai ka qenë mësuesi i Imam Malikut, ka thënë njëjtën gjë që gruaja nëse gjatë shtatzanisë ka gjak, ai llogaritet hajd. Një pjesë ulemave kanë mendim këtë, ndërsa pjesa tjetër e ulemave thonë jo, kjo nuk llogaritet gjak i hajdit, nuk është gjak i hajdit, dhe është një pjesa më e madhe ulemave kanë këtë mendim. Akmil barakallahu fik. Assalamu alaikum.
عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. Aisha radiallahu anha tregon thot I ja krehja dhe ja rregulloja flokët Rasulullahit sallallahu alaihi wa sallam duke qenë me hajd, duke qenë me hajd dhe ja kam kreh flokë dhe rregullu flokët Rasulullahit sallallahu alaihi wa sallam. Kjo është një prej argumenteve që hajdi nuk e bën gruan të jetë e papastër, të mos preket apo të mos flitet me ta, mos të çndrohet me ta. Hajdi është në atë pjesën që ka të bëjë me mos faljen në namaz dhe mos prekjen e mushafit pa nevojë, mos prekjen edhe mos shkuarjen në xhami, mirë po gruaja rrihet me të, çndrohet me të, flet me të me një shtrat dhe ajo nuk e ka në dorë këtë gjë dhe nuk ka gjë të keqe të bëj këto veprime. Akmil barakallahu fik. أحسن الله عليكم. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: رأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي فيه. Transmetim tjetër nga Esma binti Abi Bakr. Esma binti Abi Bakr, Esmaja bia Ebu Bekrit, motra Aisha radhiyallahu anha. Esmaja ka qenë më vjetër se Aisha radhiyallahu ta'ala anha dhe ka qenë nga tjetër nën. Ka qenë nga një nën tjetër, nuk ka qenë nga njëta nën me Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Se Ebu Bekr radhiyallahu anha ka pas më shumë se një grua radhiyallahu ta'ala anha. Dhe Aisha radhiyallahu anha ka qenë prej një nëne, Esmaja radhiyallahu ta'ala anha ka qenë nga një nën tjetër. Dhe Esmaja thot që një grua ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe I ka thënë nëse rroba e njerëz nga ne bëhet me gjak, nëse rroba e njerëz nga ne bëhet me gjak të hajdit, çfarë të veproj? Çfarë të veproj me atë rrobë? Atë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nëse rroba e dikujt bëhet me gjak të hajdit, atë thot le të gërvish atë, le të gërvish atë me diçka, pastaj thot le ta laj në ujë, dhe pastaj le të falet në atë rrobë, le të falet në atë rrobë, thot që papastërtia e gjakut largohet, nëse ka mundësi mas pari të fshihet me diçka që të heket e shumta, pastaj me ujë pastrohet ai vend dhe s'ka gjë të keqe të falet namazin pastaj. Akmil barakallahu fik. أحسن الله عليكم. باب المستحاضة. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت فاطمة بنت أبي حبيش: يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسل الدم عنك ثم وصلي. Hadithi tjetër tani po flet Imam Maliku rahimahullah për istihada. Istihada është gjaku I pandërprer, gjaku I vazhdueshëm. Nëse një grua I ndodh që të ketë gjak të vazhdueshëm, që nuk I ndërpret gjaku, vazhdon gjaku edhe pas hajdit. Ka gjakun e vazhdueshëm që I rrjedh nga pjesa e poshtme e saj, nga organi I saj. Kjo quhet istihada. E kemi disa hadithe dhe kemi disa nga sahabijet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe disa nga nënat e besimtarëve që janë goditur me këtë punë. Dhe tani kemi hadithin Fatima bint Hubeish. Aisha tregon se Fatima bint Hubeish I ka thënë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam: O ja Rasulullah, unë nuk pastrohem.
nuk do thot nuk më ndërpritet gjaku. Ata lej namazin, nuk vazhdon ai, ata lej namazin. Atë Rasulullah sa ka thënë inna dhalika irq, ka thënë kjo është një ven thot e gjakut, ven e gjakut dhe nuk është hajd që del nga brendia që është nga brendia e mitrës, nga medria e mitrës. Dhe prandaj thot kur të vi hajdhi thot le namazin. Dhe kur të përfundoj pjesa e caktuar që ka qenë e hajdhit, thot atëherë laje atë gjak që të del dhe falu. Çfarë thot kështu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Tash një grua gjaku i vazhdon. Për shembull një kohë të caktuar përpara e ka ditë ka pasur shumë 5 ditë, 6 ditë, 7 ditë në muaj që i ka ardhur hajdhi. Pastaj është ndërprej. Po pas një kohë i ndodh kjo lloj smundje. Çfarë të veproj? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka mësuar, ka thënë që kur të vjen gjaku i hajdhit, mund të dalloj, për shembull, gjaku i hajdhit mund të dallu nga gjaku i istihadës. Atëherë thot, atë shkollë sa ke gjakun e hajdhit, ndërprej namazin, pastaj kur të përfundoj ai, thot pastroje gjakun që del pas kësaj dhe falu. Dhe falu. Kjo është thot nëse gruaja mund të dalloj. Mirë, po mund të mos me dallu. Atëherë çfarë bën? Për shembull, nëse tërkohën e ka këtë gjak, atëherë llogarit sa ditë përpara ka pas kur ka qenë në rregull, dhe atë ditë nuk falet, nëse atë ditë tjera falet edhe nëse ka gjak. Mirë, po për shembull, tërë jetën e saj ka pas këtë veprim, atëherë çfarë vepron? Shikon motrat e saj, apo hallat e saj, apo tezat e saj, sa i kanë ditët mesatare dhe në bazë të saj as ditë ndërprej namaz dhe në ditë tjera vazhdon dhe nuk falet. E tani thonë që mjekësia ka përparuar që nëse një grua ka gjakun e vazhdueshëm në atë mënyrë, ka mundësi të përdorin ilaçe të ndryshme që e ndërprejnë të gjak. Allahu di më së miri. Ekmil barakallahu fik. السلام عليكم. عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستكثر بثوب ثم لتصلي. Ky hadith tjetër është nga hadith sahih që është pasur në Ebu Dawud dhe Nesai, që Ummu Salama Hind bint Abi Umayya radhiyallahu anha, gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thënë që një grua ka pas shumë gjak, është tuhraqu dam, dima. Tuhraq është sikur të mbytet një kovë me ujë dhe të derrët. Ashtu shumë ujë ashtu shumë gjak ka pas që i ka dalë. Dhe ka qenë kështu në kohë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ajo i ka kërkuar fatva Ummu Salamës që ajo ta pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë le të shikoj ditët dhe netët që ka pas hajdin përpara në mujtës, para se kur ka qenë gjendje normale. Pastaj thot le ta lë namazin për aq ditë në muaj, dhe kur të përfundon kjo, atëherë le të lahet dhe le të shtrëngoj të çes diçka thot në vendin ku del gjaku dhe të falet. Ajo grua që ka këtë situatë merr abdes për çdo namaz, dhe s'ka nevojë të lahet për çdo namaz, mirë po merr abdes për çdo namaz dhe vazhdon të falet pasi që të përfundon këtë ditë. Ekmil barakallahu fik. أحسن الله إليكم. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة أنها رأت زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحاض فكانت تغتسل وتصلي. Përmend tani gruan e Abdurrahman ibn Aufit radhiyallahu ta'ala anhu,
që ajo ka pas istihada, ka pas këtë istihadan dhe ajo thot lahej dhe falej. Lahej dhe falej. Për çdo lahej dhe falej qëllimi është lahej një herë pasi që ti përfundon ato ditët dhe është fal. S'ka nevojë të lahet për çdo namaz, nuk ka nevojë të lahet çdo namaz, ose është mendimi i disave se lahet në çdo namaz, mirë kjo është vështirësi, nuk mund të bëj robi i Allahut subhanallahu teala për çdo namaz të lahet, nga se është vështirësi posaç është në vendet ku uji është i pakët dhe përdorimi i tij është i vështirë. Akmil barakallahu fik. أحسن الله إليكم. عن مالك عن سمي مولى أبي بكر أن القعقاع ابن حكيم وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة؟ فقال تغتسل من طهر إلى طهر وتتوضأ لكل صلاة فإن غلبها الدم استثفرت. Naam, tani dy nga muslimanët e mëdhenj kanë pyet Said ibn Musayyib dhe e kanë pyet çfarë të bëj dhe si të lahet ajo që ka istihada. E ka thënë lahet nga dreka në drekë, do të thonë një herë në ditë, një herë në ditë dhe merr abdes për çdo namaz. Dhe nëse gjaku është i shumë thotë çet diçka që ta mbaj atë gjakun të çet pamuk ka diçka e shtrëngon veten. Kjo është mendimi që të lahet sa më shpesh, por s'ka nevojë, ai lahet një herë kur ka thot pas hajdës, s'ka nevojë të lahet për çdo ditë. Nëse lahet mirë bën, mirë po nuk e ka obligim, Allahu di më së miri mjafton abdesi për çdo namaz. Ekmil barakallahu fik. السلام عليكم. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة. Tani për shembull Hisham ibn Urwa tregon nga babai i tij Urwa ibn Zubair që ka qenë prej ulemave të tabiinëve, që ka thënë istihada nuk e ka obligim përveç se të lahet një herë. Ja një herë që ka obligim të lahet është pasi që i përfundojnë hajdhit që ka pas ditët e hajdhit të saj, hajdhet të menstruacioneve të saj. Pastaj thot merr abdes për çdo namaz. Ekmil barakallahu fik. أحسن الله إليكم. قال يحيى قال مالك الأمر عندنا أن المستحاضة إذا صلت إن لزوجها أن يصيبها وكذلك النفساء إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم فإن رأت الدم بعد ذلك فإنه يصيبها زوجها وإنما هي بمنزلة المستحاضة. نعم أكمل. قال يحيى وقال مالك الأمر عندنا في المستحاضة على حديث هشام بن عروة عن أبيه وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك. نعم. Kjo është ai përfundimi për sot, barakallahu fikum. Thot Maliku rahimahullah, Imam Maliku agruas që ka istihada, thot kur të falet, thot kur të përfundojnë ditët që ka pas mundësi të ketë hajtat, burri i saj thot e ka të drejtë të bëj marrëdhënie me të. Kjo është njëjtë sigurisht se lehona, që i thënë nufesa arabisht. Lehona thot kur t'i arrijë ditët që është maksimumi i ditëve të lehonisë. Nëse maksimumi i ditëve të lehonisë është 40 ditë. 40 ditë është maksimumi i lehonisë. Nëse ka gjak për te i saj, llogaritet istihada, nuk është gjak i më i lehonisë dhe burri bën të bëjë marrëdhënie me gruan e tij, pasi nëse gjaku vazhdon edhe pas 40 ditëve. Prandaj të thënë nëse shet gjakun pasaj s'ka gjë keq nga se është sikurse mustahada. Edhe Imam Maliku rahimahullah po thotë që hadithi më i mirë është sa i përket istihadës është thënia e Hisham ibn Urwas, Urwa ibn Zubairit që ka thënë që gruaja e ka që ka istihada ka obligim vetëm një larje, ndërsa larjet tjera i bën nëse mund t'i bëj nëse don përndryshe se ka obligim. Allahu e di më së miri. Wallahu tebaraka ve teala alam. Sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.